Amsterdam të pas gati të vinë në podium për Rimajer, Wieler, Plek, Grot, Amsterdam i Hollandës, fituesi e etapës së 2 Tahire dorëzon trofeun për fituesin e kësaj etape. Ndërkohë do vjedhë tufa. Pra, është fituesi i në renditjen e përgjithshme Nils Rimajer, Wieler, Plek, Grot, Amsterdam, në vendin e parë. Dje e kishte në Shkodër Gabriele De Fabritis, sot në Elbasan holandezi Nils Rimajer. Fortnite. Ja. Openmaken, jongen. Ja, ik weet hoe dat moet. Draaien. Je bent open. Ja? Kom je niet meer af en draaien. Ndërkohë, do të vi vendi i parë i klasifikimit të pikëve apo të dhe festimi në Elbasan, fituesi i etapës së 2, mbajtësi i fanellës së verdhë Nils Rimajer. Congratulations. Fanella jeshile për vendin e parë në Gabriele De Fabritis, pra, është fituesi i fanellës jeshile për pikët në renditje në finishet e ndërmjetme. Etapa e 2 Shkodër Elbasan ka patër 3 finishet. Mbajtësi i fanellës së bardhë